Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, mirë se po takohemi kështu për të mësuar shkronjat e Kur'anit të ndershëm. Vazhdojmë sot me një shkronjë të re. Kjo shkronjë është, siç e kemi paralajmëruar, shkronja h. Kemi thënë se në gjuhën arabe janë 3 h-ja. H-n e parë kemi mësuar, kemi thënë është e ngjashme në të shqiptuar me shkronjën h të gjuhës shqipe. H-n e dytë kemi mësuar dhe kemi thënë shqiptohet në formë të lëmuar, ha, ashtu, ndërsa shkronja h e sotit gjithashtu është ndryshe prej këtyre dyja, siç do ta shohim në vazhdim. Dëgjoni, shkronja h e vetme ka këtë formë. Shiqani mirë. E ngjashme me shkronjën gj. Por shkronja gjë ka pas pikën poshtë. E ngjashme edhe me shkronjën h. Por shkronja h s'ka pas pika fare. Ndërsa shkronja h, cilën po e mësojmë sot, ka pikën lart. Në të shkruar ka këtë formë. Ndërsa në të shqiptuar, në të shkruar është identike me shkronjën gjë dhe me shkronjën h. Por dallon prej tyre sepse shkronja h s'ka fare pikë. Ashtu, shkronja gjë e ka pikën poshtë, ndërsa këtë h që po mësojmë tani, në të shkruar e ka pikën lart sipri, ndërsa dëgjoni se si shqiptohet. Përderisa shkronja h ishte kësi formë, h elmejt, goja shkreki pak h, kështu. Tash, shkronja h që po mësojmë tash, është e grithur dhe goja shkon pak në këtë formë. Kha. 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 Nuk muna me thonë kha. Por goja shkon pak në këtë formë. Kha. Kha. E grithur. Sigur kur dëshirojmë, faktisht, me pështyje, se të ngjashme me të, dhe me thonë kjër. Kha. Kha e vetme. A shkron e rëndë, më në men, Fetha mbi të lexohet a, dhe tenvini n mbi ta lexohet an. E fillimit është identik me shkronjën h dhe gjë, por ka pikën sipër. E mesit është identike me shkronjën h të mesit, apo dhe me shkronjën gjë. Por të mesit ashtu, por ka pikën sipri. Po. Dhe e fundit është identike me shkronjën gjë të fundit dhe me shkronjën h të fundit, por shkronja h ka pikën lart, ka pikën sipër. Shkronja h kur ka fetha, ashtu në të gjitha format e saj. Ajo do të lexuar kha. Provoni gjithë nxënësa? Kha. Edhe një kha. Kha. Goja shkon pak kha. Kha. Bukur shumë. Shkronja h kur ka kesra. Gjitha format e saj. Po. Do ta lexojmë? Khe. Do ta lexojmë khi. Dhe shkronja h kur ka dhamme në të gjitha format e saj. Khu. Lexohet ashtu. Khu. Keni të qartë deri këtu? Edhe një herë. Kha. Khi. Khu. Kha, khi, khu. Bukur shumë. Gjithmonë, më në men, duhet të jenë shkurt, në formë të detyrueshme. Shkronja h, kur ka tenvinin n, si lexohet? Khan. Tenvini n shndrohet në an, mi shkronja të rënda. Mundet me qenë këtë formë, edhe në këtë formë,
Ashtu edhe në formën e mesit, por gjithherë dine karakteristik e shkronjës h është se ajo ka pikën sipër. Bukur shumë. Dhe tenvini n për mbi të lexohet an. Ajo me tenvinin n bot khan. Shkronja h me tenvinin n lexohet khin. Ashtu. Në të gjitha pozitat e saj. Jo, nuk mundet në gjitha format e saj, po mundet me qenë vetëm e vetme edhe e fundit. H e fillimit edhe h e mesit nuk pranojmë tenvinin, ashtu si nuk pranon asnjë shkronjë në formën e fillimit dhe të mesit. Por shkak se tenvini nuk vjen në fillim edhe në mes, por ai vjen në fund, e ndonjëherë mundet të na vije ashtu e vetme. Khun. Si du ta lexojmë? Khun. Du ta zgjasim apo? Detyrimisht khun shkurt. 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 Në rregull. Vazhdojmë tutje? Shkronja h. Kur na vije e vokalizuar me damme. Dhe pas saj na vjen vavi. Pa kur far sheje, pa kur far ashtu, pa kur far vokali, atëherë formohet vokali i gjatë. Po. E grit edhe e zgjat. Khu, a? Khu. Bukur sa dy takte. Shkronja h. Kur ka kesra dhe pasaj na vije E pa vokalizuar, formohet vokali i gjatë i, e cilin e lexojmë khi. Bukur shumë. Khi. Shkronja h. Kur na vije e vokalizuar me fetha dhe pasaj na vije elifi pa kur farshe, krijohet vokali i gjatë a, E cilin e lexojmë kha. bukur shumë. Vokali i gjatë a edhe lexohet goja tham këtë formë. Kho. Nuk do të thotë kha, po mbyllur. Kho, kho. Dhe këtë e kemi detyrimisht gjatë sa 2 takte. Gjatë. Ashtu bukur shumë, 2 takte. 2 takte. Mos harroni. Shkronja h. Kur vije me sukun, shiqani, pik mbi pik. Kjo është pika që është përbërse, pjesë përbërse shkronjës h, dhe kjo është sukuni. Ashtu, sukuni nuk mund të marrë në fillim të fjalës, por ai vjen faktikisht në mes ose në fund, atëherë i vazhdojmë poj. Qesim diçka, po zëm e ose u përpara. Hajtë shkojmë me u kësaj radhe, e bëjmë apo shkurt. Jo e as por Bukur. Shkronja h. Kur është me të shtid. Pëzëm kësisoje. E kapim, e lidhim kësi forme. Ekha. Shkurt. Nuk e zgjatë. Ekha. Jo. Ekha. Ekha. Gjithër rrim që ndrojmë bi shkronjë, jo mbi vokal. Shkronjë është h, jo mi a. Ekha. Ekha. Kemi të qartë? Dhe në fund krejt e shofim se si shkronja h na vije kur dëshirojmë të formojmë fjallë. E marrim shkronjën h të fillimit. Pasojmë me shkronjën h të ashtu dhe përfundojmë me shkronjën h të fundit. Bukur. Bukur shumë. E vokalizojmë me fetha, këtu me kesra, këtu me damme. Dhe si duhet ta lexojmë? Kha, khi, khu. Bukur shumë. Shkurt. Shkurt, shkurt. Gjatë. Dhe krejt këto shkurt. Në rregull. A ka të paqartë në lidhje me shkronjën h? Jo. Para se me fillu me lexu, edhe një herë bëjmë një rezume të shkurt për arsye se kjo shkronjë nuk ekziston në gjuhën shqipe,
Ma e përafërt është me shkruan h, por se dallon në të shqiptuar. Prandaj shlirë muna me thonë se nuk ekziston gjuhën shqipe. Përveç se ngjon me të, nuk ekziston. Mirë. Gëzim. Në të shkruar po flasim. Me cilat shkronja ngjon të gjuhës arabe? Me shkruajnë gjë dhe me shkruajnë h. H elmajt. Por dallon prej tyre për shkak se ka pikën ku. Sipër. Bukur shumë. Shkronja në të shqiptuar. Si e shqiptojmë? Nida? E shqiptojmë duke e ngritur h. Bukur. H. Nëse ka fetha, amar? Nëse ka fetha, e lexojmë kha. Në gjitha format e saj. Nëse ka kesra, e lexojmë khi. Në të gjitha format e saj. Nëse ka damme, e lexojmë khu. Në të gjitha format e saj. A duhet të zgjasim, a nuk duhet të zgjasim? Kur është e vokali? Shkurt. Gëzim, si formohet vokali gjatë u në shkronjën h? Së pori vjen dame, pastaj e lidhëm me shkronjën u dhe formohet vokali gjatë u. Si e lexojmë të tërën? Hu. Bukur shumë. Minira, si formohet vokali gjatë i në shkronjën h? Ta formoj vokalin e gjatë i, atëherë shkronja h merr kesra. Shumë. Dhe e lidhim me shkronjën j e pa vokalizuar dhe e cila lidhet dhe e formojnë vokalin e gjatë i, e cili lexohet khi sa 2 takte. Khi. Jashtëzakonisht bukur. Shumë bukur e ka thënë. Shumë bukur. Albana, si formohet vokali gjatë a në shkronjën h? Më së pari vjen shkronja h e cila është e vokalizuar me fetha, ndërsa pastaj vjen elifi i cili nuk është e vokalizuar me asgjë dhe e lidhim dhe formohet zanurja e gjatë a që lexohet ha. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën h? Jo. A muna me fillu me lexu? Hajde marr të lutem. Ha, khi, hu. Mashallah, bukur. Khi, ha, hu. Mashallah. Hu, ha, khi. Bukur. Bukur. Bravo Amar, shumë bukur. Minire monësh me fillu me lexu? Hajde të lutem. Bru. Hu. Bravo. Khi. Bravo. Ha. Khan. Nida? Kha, da, ma. Mashallah. Kha, she, ja. Bukur. Khi, fa. Bukur. O, khe, dha. Mashallah. Kho, le, ko. Shumë bukur. Mashallah. Albana? Kho, li, du, ne. Kho, mi, du, ne. Khudh, Bukur. kho, fe. Bukur. Du, hu, lun. Mashallah, shumë bukur. Minire? Kho, li, kun. Kho, bi, run. Shkur. Khabirun, jo kho, va kha. Bi, run. Bukur. Khal. Ku, hu. Bukur. Khal, fa, hu. Bukur. Kho, law. Kha, law. Bukur. Gëzim? Khayru. Kho, le, ho. Khi, he. Hayri, he. Khayrihi, po. Khi, Shkur. ro. Akhirahu. Akhiratu. Do. Edhe një të lutem? Khi, Shkurt. khi, ro, do. Bukur shumë. Albana? Khidhën. Bukur. Kho, li, fe, ten. Hajren, ron. Khadim. Khaberun. Bukur shumë. Ka diçka të pakjartë në lidhje me shkronjën h? Jo. Në rregull. Të dashur shikues, kjo ishte në lidhje me shkronjën h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.